Dy djemtë të cilët sot janë në shërbim të ateut. Janë rritë me uniformën, kuptohet me prindin e tyre në uniformë. Me thonë të drejtën, kush e ka një ushtarak në familje, e din që rregullat janë gjithmonë, edhe në familje ka rregulla strikte. Po, ajo ka qenë edhe ëndra. Ajo ka qenë ëndra dhe po të mos ishte ajo, ajo ëndër, nuk di si do t'jetonim, por ëndra ajo na ka mbajtur gjallë. Pastaj vajza në atë kohë ishte vetëm një vjeçare, vazhdua jetën. Po. Sot cila është familja juaj? Keni edhe dy djemë që treguat në fillim që jeni shumë krenar me ta. Atëherë familja jonë tash është 5 anëtarësh. Bashkëshorti kuptohet. Në pension tashmë. Unë vajza Dorontina, dy djemtë të cilët sot janë në shërbim të ateut. Tregua që ishte një lajm shumë i mirë për juve, po e keni pas ndoshta pak a shumë parasysh para një kohe ose diçka që një ditë do t'jenë djemtë në uniformë dhe si e pritet këtë lajm? Lajmi ka qenë jashtëzakonisht i mirë sepse edhe fëmijët janë rritë në atë frymë, janë rritë me uniformën, kuptohet me prindin e tyre në uniformë. Unë gjithmonë ju kam folë për luftën, për veprimtarinë e prindit, dhe gjithmonë jam munduar që edhe atyre t'ja jap atë krenarim, edhe po, janë rritë në këtë frymë, vazhduan pa imponime, vetë kanë dashur të jenë pjesë e ushtrisë tonë, edhe sot jam nënë me zemër plot dhe shumë krenare. Dhe uroj që çdo nën të jetë në cilësinë time, në kënaqësinë që unë sot e shijoj. Vjen mirë, po në anën tjetër cilat kanë qenë edhe ato vështirësitë edhe për juve si nën gjatë kësaj kohe, shkollim strikt, rregulla strikte, si ka qenë për juve si nën? Me thonë të drejtën, kush e ka një ushtarak në familje, e din që rregullat janë gjithmonë, edhe në familje ka rregulla strikte. Edhe ne si çift jemi munduar t'i mbajmë fëmijët, jo me e tepru, por në rregulla brenda familjes. Rregulla që besoj ka çdo familje. Edhe normal dëshira ka qenë jashtëzakonisht e madhe, qefi është shumë i madh që fëmijët janë sot ku janë djemtë, sfidat patjetër. Po. Se të jesh grua e ushtarit, si të luftës, si të paqes, të jesh nën e dy ushtarëve, nuk është bashkë e lehtë. Krenare patjetër. Krenare patjetër. Tregua që gjithçka fillon prej familjes, ajo dhe dashuria, siç ka ndodhur edhe tek ju. Po sot si e shihni ndikimin e gjeneratave të reja në këtë drejtim? Nuk dija mund ta them, por duket që nuk është luftë e largët që të harrojmë shumë shpejt. Afër janë vitet, dhe sfidat, dhe vujtjet, dhe humbjet që kemi pas në këtë luftë. Edhe uroj që të flitet më shumë, të mësohet më shumë, por si që e thash në fillim, gjithmonë gjithçka buron nga familja. Po bëhet mjaftueshëm për këtë pjesë, tregua që nuk është edhe një luftë shumë e largët, sidomos këto muajt mars, prill janë muaj që ndoshta shohin kujtime më shumë, po muaj tjerë bëhet mjaftueshëm sa i përket këtyre ngjarjeve? Nuk mund të them. Nuk mund të them. Ka vend për të dëshiruar. Mundet edhe më mirë, mundet edhe më mirë. Po e shohim që keni edhe një libër sot me vete, po flasim pak për pasionin tuaj për poezinë. Ka qenë gjithmonë që prej fëmijërisë, diçka që keni dashur shkrimin apo? Qysh e vogël, kam dashur të lexoj, besa edhe të shkruaj, mirë po poezitë që ka ndodhur gjatë shkollës fillore dhe të mesme, asnjë nuk e kam. Se kuptohet koha e luftës dhe nuk e kam asnjë. Mirë po me poezi e kam dashur gjithmonë dhe jam marrë kapak. Gjithmonë momenti i ka ardhur tani dhe vitin e kaluar e bëm një libër, mund të them një dhuratë nga familja, konkretisht nga djali i vogël, për ditëlindjen time, surprizë atë.